Pak ditë pasi Ministria e Bujqësisë lejoi therrjen e baktive në thertore brenda qarkut të origjinës, në Librazh është konstatuar një tjetër rast i sëmundjes së dermatozës nodulare në një kafshë të destinuar për të therrur. Ka qenë shërbimi veterinar lokal që ka konstatuar gjendjen e sëmurë, duke asgjësuar dhe ndaluar trajtimin e tij. Ekspertë të Drejtorisë së Bujqësisë thanë se kontrollet vijojnë të jenë të rrepta në funksion të shëndetit të konsumatorit. Kemi konstatuar një gjellë në thertore i prekur nga dermatoza nodulare. Dhe së bashku me AKU-n dhe veterinarët e pushtetit lokal jemi këtu duke bërë të gjithë procedurat ligjore. Një kafshë kishte lëvizur nga një fshat e cila ishte e smur me dermatozë dhe ishte drejtuar për në pikën e therrjes në bashkinë e Librazhit. Me të marrë njoftimin ne erdhëm me njëherë, sekuestruam kafshën, eliminuam atë, bëm procedurat e groposjes. Gjedi i sëmurë në thertoren e Librazhit është rasti i 5 në qarkun e Elbasanit, që konstatohet me dermatozë nodulare, paralelisht me kontrollet në përthertore. Veterinarët vijojnë dhe vaksinimin e gjellit.